Andi, shka dalë shishme. Andi është mur. Po piqet. Po më piqet burri njerëz, po më rritet. Besoj se nga dhëmballa pjekuris më shfry pak kjo ana. Kjo është dhëmballa e parë që Andit po i del. Mua më kanë dalë të trija. Edhe kjo s'ka dalë akoma. Po. Andi ka problematike dhe duhet i operoj. Po besoj se duhet i operoj. Po kështu i ka thënë dentisti vet. Neve sot s'ka dhimbje për të pasur shqyr zotit. Po thjesht më është fry. Kështu si është bërë. Ka pasur reja një mjush më para, edhe ai mbushte gojën plot me ushqime. Po, hamsterat edhe Ato gjithë janë kështu, po. I mushin të dy faqet. Plot edhe kështu rrinte. Po atje ç'a bëhet atje? Mbledhin më sot ato? Jo, ato që ka si punëtor. Po pra, që janë në punë ata. Jo, më apo ndoshta po nuk e di. Nëse. Po se janë me arka, kemi ardhur mbledhur shtrydhe, kena marrë këtë sportën ton. Ta bëjmë zhull këtu me lule shtrydhe, po përveç ne. Ato sa ku dhe ne vetëm do futemi. Jo, vetëm këtu janë të shife, janë të rrethuara. Hajde tani. Edhe ne mund t'i hash këtu, edhe ato çangelen i peshon dhe i blen. Më duket se me 7 euro ishte kilja, po disi që kanë plot. Me vërtet që kanë plot. Wow, sa pas kanë. Që janë full. Hajde bërë procedent tani me. Si janë? E di kush është më leka me ëmbël? Këto që janë kështu të ngritura këto. When the sage brings the rite of spring, mourning dove and the sparrows sing, through the light that the sun will bring, reborn. Thoughts are creeping on the wall, swallowtail heeds the northern call, and the last of the frost will thaw, reborn. In the warmth of the spring, I recall everything once more. Veni. Heavy air and the smell of rain, muddy grasses across the plain, red-winged blackbird soft refrain. Po Andi se nuk e njeh Andi. Nuk e njeh Andi se nuk është për të bledhatuar. In the warmth of the spring, I recall everything once more. Në një sufllaqeri fiks fare si në Shqipëri është. Është identike përveç se këto gratë flasin greqisht, asnjë gjë tjetër. Edhe nuk ka sufllaqe me mish pule, ka vetëm me mish tëri, po Andi ka marrë diçka, as vet nuk e di çka ka marrë. As vet ta marrë. Morëm lyre shtrydhet i mblodhëm, bëm edhe shëtitjet e ferma, edhe tash kemi ardhur pak më larg Dortmundit si në periferinë e Shverte, edhe do hajmë në një sufllaqe, pastaj ndoshta bëjmë në një xhiro, edhe pse që nga pak si ftotën. Po sa se shpilësh. Nuk e di më akoma. Të mbacën. Shto vaj diçka. Unë jam krank një. Si për krank që je? Unë jam smir. Nuk më vjen fatikisht, po më është tem të gjashme. Si është bërë? Butë shkoja im. Nuk të vdes. Kështu dita
pam dje dhe Eurovisionin, unë votova 7 herë, kurse Antin e zuri gjumi dhe vetëm një herë votoj. Jo s'm zuri gjumi për ata, po në dies vetëm një vot i jepet. Jo, unë 7 e provova, i çova. Edhe dëgjoni Antin. Do të shkam me pi. Ja, ka një gëshën. Edhe kështu votova 7 herë dje për Eurovisionin e pash deri në fund, u zhgënjeva pak, shumë e thënë të drejtën, se mendoja se meritonim, edhe publiku ishte shumë i mirë, u mblodhëm aq shumë, bravo, ishte një gjë shumë super për mendimin tim. S'jam shumë i mirë. Bread! O, sa të mirë u dukan patatet. Don't be sad, don't be lonely. Don't you know that I love you only? Just be mine, and I'll be yours forevermore. Don't shed a tear, don't hang your head and cry, for no one can make it. We can make it if we try. Just be mine, and I'll be yours forevermore. Let's stick together, and you will see. Come rain or come shine, you'll be happy with me. So just be mine, and I'll be yours forevermore. Mirë mëngjesi njerëz, nga dita tjetër, po bëhem gati se do dal, do i do marrë ca pako ca gjëra, edhe sot jam edhe në punë, edhe thash të bëjmë kështu një çit chat bashkë. Më keni pyetur edhe në mesazhe edhe kështu si ndihem në punë, jam ambientuar, ndihem mirë. Edhe pasi ikuaj stresi fillimit, ajo ndjesia që nuk i përket atij vendi, ndihem jashtëzakonisht shumë mirë. Po përdor ampulat. Edhe ndihem shumë e pranuar, me thënë të drejtën, nuk e prisja që të ndihesha kaq shpejt, kaq e pranuar edhe pjesë e komunitetit, njerëzit më kanë mësuar emrin, duket kështu klishe, po mos harroni që unë vi me eksperiencë pune lër të themi, sepse kam punuar disa kohë kur isha në Shqipëri, disa vite më sakt, edhe e di pak a shumë se funksionon procesi i punës. Edhe ndihem shumë shpejt e pranuar në komunitet, flas me kolegët, me të gjithë, kam kolegë jashtëzakonisht shumë të mirë, që më bëjnë të ndihem shumë mirë, edhe shumë pjesë e stafit, edhe kjo më bën që të ndihem jashtëzakonisht shumë mirë. Tash ja kam marrë dorën të punës deri diku, ndihem më mirë. Thash, nuk është një punë që unë pretendoj që të rri shumë kohë gjatë, do doja të bëja diçka më shumë me veten time, sesa diçka thjesht një mini job ose një punë të vogël, por me kalimin e kohës, si fillim të hedhim mapat e para, të nisim një punë, të mësoj gjermanishten më shumë, të përditshmëroj, do më thënë ta përdor në përditshmërinë time gjermanishten. Dhe thash, në ajo video e fundit që thash që qava, kam kaluar në një status tjetër, edhe kur isha këto 2 ditë që isha turni i parë, kam punuar me goxha kolegë, sepse ishte më qetë, sepse ishte mbyllur dyqani. Ishim turni parë, ishim vetëm ne në dyqan, s'kishte klient, edhe jam ndjerë shumë mirë. Edhe kështu njerëz, në qoftë dikush do më thoshte të krahasoja punën në Shqipëri me në Gjermani, me stafin, me shefat, me kolegët, do thoya që në Gjermani është deri diku më qetë se në Shqipëri. Nëse ju keni punuar në Shqipëri, sidomos në sektorin e call centrave që kam punuar unë kam qenë shopim klientit, e puna e fundit që kam pasur kemi qenë 180 veta në një sallë të madhe, normale me ato të vogla të tona, por 180 veta, imagjinoni vetë, edhe ka pasur shumë stres dhe shumë stres
na stafi se sa nga puna këtu që po bëj për momentin, u bë gati, jo gati, u bë 1 muaj, unë kam qenë disa herë në punë, edhe tash i mendoj se mund ta vlerësoj, shefat përgjegjësi domethënë të sallës tu janë shumë të mirë, edhe na njerë habitem se si janë aq shumë të kuptueshëm dhe aq shumë të disponueshëm me mua, them. Kur them me mua është sepse unë shumë gjëra që ata më thonë që janë të komplikuara mezi kuptoj. Edhe e vërë që ata mundohen të përditshmërojnë, të përdorin fjalë shumë të thjeshta që unë të kuptoj, edhe kjo më bën që t'i vlerësoj shumë si gjëra. Janë këto momentet e vogla, këto kështu, normale ka dhe momente që lodhem, ka dhe momente që mërzitem, që ndiem konfuze, që ndiem e mbytur, por në përgjithësi ka qenë shumë mirë pjesa e punës. Sot jam në punë prap, jam pasdite. Javën e kaluar kam qenë 2 herë në punë, këtë javë jam vetëm 1 herë, tani nuk e di sepse turni ndonjëherë përditshmërohet, më kujt fiksua kjo fjala, updatohet edhe del që kemi më shumë punë se sa ishte bërë në turn paraprakisht, po të pyesin që a mundesh të vish, a mund të rrish, por thash, ndihem goxha mirë, ndihem shumë mirë që e mora këtë hap që nisa një punë. Nuk e keni idenë. Mendoj se ishte gjëja më e mirë që unë bëra për veten time. Që të nisja një punë edhe të isha pjesë e lehtë themi e një komuniteti të vogël. Kam 2 kolege që janë o zot sa të mira, sa më ndihmojnë, edhe me fjalë, edhe janë të dashura, edhe janë shumë të mira. Deri tash kam vetëm fjalë të mira, kur të ndodhin drama, edhe këto gjërat, kështu do ju updatoj këto gjërat, po deri tani kam vetëm fjalë. Do më thënë ndihem shumë mirë. Ndoshta është edhe periudha ime që ndihem mirë ose kështu, por deri tani jam shumë okay. Tash duhet i këtë dalë, duhet i këtë marrja 2 pako, fytyrës time vetëm kaq i vura këtë që është një glow, është një tip si surumi, vura ampulat që u kam treguar që i morëm te videoa e kaluar, këto hapen edhe mbarojnë, edhe kremin e diellit që është ky, Beauty of Jason. Ky. Kaq vura. Kam për të thonjt, pse se e patë video e kaluar, i bëra kështu të thjesht, në anaj që duhet i mbaj të shkurtër, edhe kur punoj që mos më briten, por thash, jemi shumë okay, jemi shumë mirë, ande sot ka shkuar në punë, faqja i është bërë kështu, por nuk ka dhimbje, nuk ka asnjë problem, edhe pse duhet të lëm një termin tek dentisti që të iki. Mundësisht ta marr tani në telefon ta lë terminin. Waiting for a sign, turning back time to fairy tale soul, awake and alive. Everything about you is honest and true. What do you say? Can you picture yourself with me? Waking up by my side, sharing your days and your nights, burning up as we get it right. My all-time blue. Në shtëpi, mora dhe këtë të juskun, shikojnë se sa e bukur, mora qeset që më duheshin, pakot nuk i gjeta sepse kisha, do më them pakon që ishte për të marrë, kisha ngatëruar bëndin, të do vej andi pas punës se e kam afër ti kita marri. Unë vura fasullet që të zjenë, ora është diku te 2:30, në orën 4 unë jam në punë, që kështu avash duhet bëhem gati për punë. Këtë mora si cutting board, është shumë e bukur si ngjyra. Edhe ishte vetëm 7 €. Mora dhe lulet si pak bra super bukur, edhe kështu dita. Duhet të ndërrohem se uniformën e kam bluze edhe xhinset e errta,
Vura lavatricën që parë që kështu po iki poshtë, marra të lavatricën, të bëj një më të bardha që hosha çarçafët di edhe ndërroba. Edhe kështu, kam bë fasule, mi ka dërguar mami Andit vjera, domethënë, janë shumë të mira dhe po zjen tani që kur të vim nga puna, edhe unë t'jit marrë Andin pas shkollë edhe unë të vim nga puna, t'i kem gati, të ajmë bukë. Mora edhe vajnë e ullirit që më kishin ngelur 10 kg në Shqipëri, më ka dërguar edhe një set me çarçaf. O zot sa të bukur, janë yll, janë të bardhë me kështu si me drejt ka me lule. Yll. Shumë të bukur. Do laj edhe këto çarçafët që thashe edhe kështu dita. Po pres edhe një post, edhe të ikim të punojmë. I see you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air. So let's take it from there, 'cause I know you want it. Afraid to let it show, and I know you need it. Why don't we let it grow? I think it's time we stop tipping on our toes. What's holding you back now, sugar? 'Cause I don't know, sure know you want it. Afraid to let it show, and I know you need. Presim kështu jam, që quhet? Presim qoka, Po. sepse do na operohet burri. Po. Ky që kur ka ardhur në Gjermani s'ka lënë doktor pa takuar, unë s'kam vajt asnjëherë për vete, shqyr zotit kam qenë shëndoshe mirë. Mi kënë gjitë mu të gjitha. Andi duhet të operoj dhëmbin e pjekurisë. Edhe Zonë kam keq të dy. Atë që kam mirë do heqi sot, sepse i shifës jashtë fërfaqa që shtam dje, i lash termin të mjeku, të gjitha vajtëm sot në mëngjes i thaj, Zuforti thaj, duhet ta heqish. Se ti shalla le pak më gjatë. Jo, Vajtëm nesër në orën 8. vajtëm te kirurgu pastaj, ku bën operacionet, i tham që kështu, thaj, morgen, am 8 Uhr. Do e heqim. Edhe qeshim, sepse unë dhe Andi kur vem në për termina, një që vem të dy, se unë di anglisht, po, vem të dy, edhe flasim 3 lafe anglisht, 5 lafe gjermanisht, edhe 4 shqip me njëri tjetri. Kush na dëgjon neve, po shqyr merremi vesh në fund. Unë tentoj që të flas edhe gjermanisht, se këta din anglisht. Din shumë mirë din, edhe nuk e kuptoj pse shumë njerëz thonë që s'din. Po, përveç thonë edhe little bit. Po, kam qeshur me një kolegun tim të puna, se tha, kishe bëj intervistë për punë në një vend tjetër, është gjerman. Edhe tha shumë, Denis, a flet anglisht? Po, më tha mua a little bit. E qa niveli more C2, më tha mua. Janë shumë I thash ati, C2 tash, po më tha mua. Po i thash, kjo është njësoj si gjua nën më djali, thash. Më tha mua, po atër pse thu little bit? Nuk e di, tha, kështu themi të tërta, little bit, tha. Por edhe po diskutonin që flasin, do më thënë, njerëzit që janë në puna të mira, lërë të themi, flasin shumë mirë gjermanisht, edhe doktorët e Andit flasin të tërë. Po, edhe kjo është më rëndësishme. Po, vetëm kur së doj qefi nuk flasin. Nëse kjo flet fatikisht, kjo që ishte sot. Po, kjo flet shumë mirë. Kjo flet Jo, pak. dhe ai tjetri flet, edhe ai malazezi. Edhe i flet? Po, ai flet akoma më mirë, ai fliste profesionale fare. Ke profesionale. Edhe kjo goca këtu që lam terminën sot, fliste të shohim tash kirurgun, po nuk është se do na interesoj shumë, se Andin do e vëj në gjumë, tha ajo. Për zotin. Po, do të bëj shpricën, do më thënë do të më pi krejt kojën. Po, më gru. Edhe kështu. Në kam shumë problem se më vjen me vjellë shumë, por dhe kam shumë bezdi, nuk e di, zot, se di se si të... Do zjasi 1 tër në 2 orë operimi, Për zotin. ajo, po. Nesër, ne nuk vim këtu, shkoj Shkoj maj më ramen. Shkoj bashkë.